Numërimi mbrapsht ka përfunduar. Nesër mbrëma, në ekranin e Top Channel, nis zyrtarisht edicioni i 5 i Big Brother VIP, reality show që ka thyer rekorde shikueshmërie dhe është kthyer në një nga fenomenet më të mëdha televizive në Shqipëri, në një mbrëmje të gjatë, që pritet të sjellë emocione të forta, surpriza dhe momente të papritura, do të ndizen dritat e shtëpisë më të vëzhguar në vend, duke shënuar startin e një aventure të re që ka mbajtur përpara ekranit miliona shqiptar brenda dhe jashtë vendit. Ashtu si në sezonet e mëparshme, drejtimin e spektaklit do ta ketë Ledion Liço, ndërsa analizat, debatet dhe komentet nuk do të mungojnë fal panelit të opinionistëve, të cilët do të ndjekin nga afër çdo zhvillim brenda shtëpisë. Duke folur për pritshmëritë e këtij sezoni, Ledioni theksoi se Big Brother VIP është më shumë se një program televiziv. Është një ngjarje që na bashkon të gjithëve. Si në çdo sezon tjetër, mund të presim të gjitha ngjyrat, emocionet, dinamika të forta dhe shumë surpriza. Do të ketë edhe gjëra që do të ndodhin për herë të parë, u shpreh ai. Një tjetër element që pritet të tërheqë vëmendjen këtë edicion është shtëpia, e cila sipas moderarit do të jetë më e bukura që ka pasur ndonjëherë Big Brother. Jo vetëm në versionin VIP, jam shumë entuziast për shtëpinë. Sikur më parë, jam i lumtur të them që kjo është shtëpia më e bukur që Big Brother ka pasur ndonjëherë, jo vetëm në edicionet VIP. Shpresoj vërtet që të jetë fillimi i një aventure tjetër të paharrueshme, tha Ledioni.